Edhe Shtalipuri e këta qëtnik në balë të zhokit aty, unë dalem. Edhe na bërtit shim UÇK Ibrahim Rugova në atë kohë. Edhe ja nisi në kert vetin të mrej. Mas i mreji, që aty në kert vetin në rrugë, atër më ka hip në veturë edhe më ka shëtit në përket pej të minshu kongë qëtnike, edhe më ka sitet kapusin e qëtnikve në kry, edhe me më pa mund qytetarët e me më pa duke i zit, si që shka u kam bënë mu Shtalipuri, po më shtin me kënu sërbesht e me më cnjerëzubur. Pa i koto kazhe, koto lajhe kam pasë ata, mu më shtike me kënu së ato, më kanë qunë qëshk edhe më kanë rej dej sa kanë menu që më kanë mytë. Më kanë rej me qizme, torive, më kanë shpu me shafcegera, këtu kredi kom halo vrimat i kom. Me shpedhunës të madhe që ati Shtalipurit, që më ka shumë ka bo, dhe më thonë, më ka demoralizu, pe që aty të mos s'ko menu me jetu veç du të kushtu që ke edhe ja me dek, ja me luftu dhe i në liri. Ma gëzim të malë se me hek një krye kriminell, një qëtnik që ka bu masakra në qëshk, ka bu masakra gjithka ka luftu kundër UÇK-s dhe i mo i ka Shtalipuri dhe fatë Glozan, që ka bu luft edhe kundër, do me thonë kundër forcave tona në Glozan. Do me thonë qatë qëtnik i prisht ka shenaj, dull një burë, një ushtari dalum i UÇK-s me shok të vetë, edhe eliminoj këtë grupi nuk ka pas fitor dhe knatësimat madhe se kjo që ka ndohë. Në qatë gjep ku o konë Shtalipuri, jo në konë 5 si qëtnikve. 5, dhe me thonë, ma të rëzikshmit në atë kohë, që atat 5 komplet kjo i ka eliminu. Shtalipuri ka pas një emën, dhe me thonë, një farë legjende që s'ka kush i bon gjo atina, po që do lavnia 16 vjeqara dhe mor hak për mu e për shumë si une. Bas 24 marsit, tash fillun edhe disa demonstrata së vranë jasharën për kazë, këtu sun me njëjta qaj skenar që i kene në prekaz, u bo edhe në Glozan. Po këtu në Glozan, Zoti ke ju një mëj edhe këta shumë pregaditu me të fort edhe, elhamdulillah vi Zotit, shpëtun që atë det. Me plage, me lufte, me sakatosën, po shpëtun. Edhe fillun në përket qytetet e Kosovës, më mbaj do farë, si me thonë, na protesta paqësore. Po mu me ka njoft edhe Shtalipuri dhe këtë ata policë, se unë punoj edhe sot ku kom punu atëherë, unë kom punu të qashi xhamia jem ko një shqitës. Edhe krejt policia që ndejo në enë, edhe më ka njoft mu. Edhe na dulem protesta plët djemë ka përshnisë, se këtë peja dulem qatë farë proteste, edhe Shtalipuri e këta qëtnik në balë të zhokit aty, unë dalem. Edhe na bërtit shim UÇK Ibrahim Rugova në atë kohë. Që shtu të konë slogan, si me thonë, UÇK Ibrahim Rugova, edhe ata fillun të na me ato pompat ujte, me gaz lëtësjes, me na shpartalu. Demonstrata u konë gati gjithë ditën, me thonë, pe orës diku 9-10, deri ka ora 4-5, u konë demonstratën, kejtë pej. Në atë kohë 17 vjeti këm pasë. Edhe, që shmë dzuna ta mu, ta shtë të regojene. Masi që u shpartalum këtë u prish protesta, edhe rrugës të shkun shpione, te du lio një farvendi thiret edhe sot, tu e kalu rrugën mu lidhën e me shku për Kapeshnic, o shko një farparki aty, që aty në rrugë, nalet, a i me kerin e vetim ata qëtnik 4-5 kere kanë qenë ata. Edhe ata mu më shohin, edhe më marin, më hipin kërë, edhe më pa të thonë, a i qështi kunder meje, unë ty të nëzë, edhe ja nisi në kërët vetin të mrej. Mas i mreji, që aty në kërët vetin në rrugë, atër më ka hip në veturë, edhe më ka shëtit në përket pej të minshu kongë qëtnike, edhe më ka sitet kapusin e qëtnikve në kry, edhe me më pa mund qytetarët e me më pa duke i zit, si që shka u kam bënë mu Shtalipuri, po më shtin me kënu sërbesht e me më cnjerëzubur. Pa i koto kazhe, koto lajhe kam pasë ata, mu më shtike me kënu së ato, unë e dita, unë dufësha me kënu. Se isha shumë i rjedhe, u frigojsha, po më vrana, po më byta. Le dajakin, po pe aty që më ka qune për ku komponune në për qashi të pes, ku më gjojnë këtë ata duke i zhit, në për korzën e qytetit pes, atër ajma atë grupin e vetë famë kes
të cilën usujke cërna rruka, më ka qu në fshatin qëshk. Aty në konë se i kom njoftën ata kret, jo kësa Milani, konë një din bengi, thëshim, ata më kanë marë, më kanë qu në qëshk, edhe më kanë rej dej sa kanë menu që më kanë mytë. Më kanë rej me qizme, torive, më kanë shpu me shafcegera, këtu kredi kom halo vrimat i kom. Edhe më kanë rej qash shumë sa që unë të na u bona si i dekon, ata menu që unë e vdisa dhe më kanë në një farë proni tojtë. Po për që aty kom në qëshk, që aty ju në konë ka pas shpia, edhe ketë disa banor, disa grogë, kanë zvirate e kanë pas që jënë të e rej njerin, të e njerëzu, se shumë kanë rej që dit. Edhe e krytën ata punën edhe më lanë mu që aty. Mas një gjysore është ardhë një tash e kom motrën, hala kom kontakte me të, kom respekt, edhe që i kanë kalu gati 30 vjetë. Shpresa Kelmendi, edhe ato të cëne përshëndes, ajo më ka marë, më ka këfil, më ka shëru qatë dit, më ka jep këtë mundësit për mu këfil, edhe më ka majtë në shpet vetë, edhe kanë organizu, ju kom kalzu i kaj që jam, edhe kush jam, sa ta s'kanit kush jam, me një kere kali, një katonar, e kom harru, nuk e di, më kanë shu pejtë qyshkit deri në shpitame, ku jetojnë në atë lozë atje, edhe pejtë që asaj kohë, unë jom betu, që më pej nuk ri, duhet mi zhjetë ku jo nuk se kaj, edhe me shku me ta, o ko një kafiterim pej, në kur ishim djemë të pejës, të një shok jemi edhe ju bashkëluftar jemi, DJ Nana i thojmë, Nasser Muazeri, pi kafi që tina jenë organizu, i kem jena koordinu, edhe me zhetë ku glozoni, se s'dishim as ko, me shpe dhunës të madhe që ati Shalipurit, që shumë ka bo, dhe më thonë, më ka demoralizu, pe që aty të mos s'ko menu me jetu, veç du të kushtu që kaj, edhe jam e dek, jam e luftu dhe i në liri. Në qatë kohë, bashkë kur o vra Shalipuri, dhe më thonë që e ka vra vlovë jonë, shoku jonë, avnje lezi me grupin e vetë, se nuk o kom vetu, më kom me një 3-4 ushtarë dalun, ta sa jonë brigadës 133, pa avnje o kom balë të gjakit, edhe i ka vra komplet atë grupë, unë në qatë kohë, qatë ditë, ju më konë një ablanicë, bashku ku e ka bo s'ka aty as 2 kilometra lërgë, avnisë, për nuk e kom ditë, nësë jëmë konë një sistemu në atë brigadë, edhe nuk jëmë konë në njësi në avnisë, për na që shëna arë me të plagosën e me që kena bajt armatime, u stacionum bashkë kom dajt një blanicë aty ku bo qaj zhvillimi që u vro ushtarë të u plagosën, nuk ka pas ma knatësi, nuk po di burë, ma gëzim të malë, se me hek një krye kriminell, një qetnik që ka bo masakra në qëshk, ka bo masakra, gjithë ka luftu kunder ushekës dhe mo, i ka Shalipuri dhe fatë Anglozan, që ka bo luft edhe kunder, do me thonë kunder forcave tona në Glozan. Do me thonë qatë qetnik i prisht ka shenaj, unë jam ko njëri shumë, po kur jetën të impej, edhe punën disysh në qashi që aty ku punojone, këtë shkijet që andej edhe këtë populata andën që andej. I kom njoftë edhe personalisht si figura, sidomos që Shalipurin ka shenë gjak prisht ka shenë. Edhe dull një burë, një ushtari dalum një ushekës me shok të vetë, edhe eliminoj këtë grupi nuk ka pas fitor dhe knatësimat madhe se kjo që ka ndonë. Edhe ma i ri se unë e pak u konaj, halasi ka pas 17 vjetë. A i 16 vjeqar i ka dalë për shambull aty në blindave, aty në qetnikve në rrugja u kanë zonë pritën, se asaj nuk e ka ditë që po vjen Shalipuri, po vinë forcat qetnike pipeje të shku me bo masakra në Podgur, a i o dalë i ka me zollë, me kalasha, me qa kanë mujtë, i kanë eliminu komplet grupin. Unë qa kom dëzu në qatë gjep ku o konë Shalipuri, jo në konë 5 si qetnikve. 5, dhe me thonë, ma të rëzikshmit në atë kohë, që atat 5 komplet kjo i ka eliminu. Dhe me thonë, kjo konë e pa besushme, unë sidomos unë si qytetari pejës, e tash paramendo dhe pejon, që ka jonë konë halane për shpia, që s'ka nikë,
E që o bo hala jetë, bo vakina për pej, kur kanë li, o kone pa mundur, o kone sa Shalipur e ka pas një jemen, më thonë një farë legjende që s'ka kush i bon gjo atina. Po që do lavnia 16 vjeçara dhe mor hak për mu e për shumë se jone. O zori e ka shtia dhe ato edhe mu bo trim, edhe mi mësu këtë armatimin e mi mësu se si thëmë na ja ka dhonë besën kësaj toke e zotit që s'ka këtu, ja duhet me dek ton, ja duhet më shliru se shumë, nuk pat më rrugë tjetër. Ma vni e lezin jëmë taku, po, edhe në luft jëmë taku, edhe pas luft e kem pas edhe një kohë shësnime të, pa i të na jenë Prishtinë, të na i ndodhi që eshi, që ndodhi me plët ushtarë dhe ato, edhe i ke një për viktimave tuskave të fort, edhe motën normal që se kom pa, po kom pas shësni edhe jaranime ta. Unë e rëfimin tem ja kom kalzu, pa i për veti, për të regoj drejtën o konë, te unë o konë shumë modest, kur s'kish shef me të regu, tha i hekem qafe që ata që të nek, ajo konë me një 3-4 shok, dë vetë o konë që ju në konë një njësi bashke, do me thonë e kanë njoft një tjetën, s'jë nda kur ata, edhe njoni për tynë është halo edhe kom shumë shok, është Shaban Rama, njoni për tyne ka qenë edhe një djallë trim, një djallë i mirë, një djallë burë, është gjallë, është asamblist në komunën e Pez, edhe me të kom halashës një, do me thonë, ajo konë shoki i ngusht i avnis, që këta së nda kur. Do me thonë, ma avnin, na kem folë si për fatësis, po mas gjënimisht më ka kazu shabi se avnia na shkoj herët.